do të nisesh sot nga Tirana me dëshirën si turist, vendas ose jo, të vizitoja pak malësitë e Pukës dhe pyjet e Pukës. A është e mundur të vi deri atje pa probleme? Do të vjen me çdo lloj makine nga Tirana, është rruga komplet e hapur dhe e kërposur dhe mund të sodish sot në Pukë Bukurit, sot është një mot i kthjellët, që mendohet që do të dalin kohë mirë pasi të ikin temperaturat e mëngjesit dhe do shijosh gjithë Pukën, Bukuritë e Pukës tradicionale, dëborën e shumë mirë, pati keq është se nuk ka dëborë për pistën e skive, për të vurë në funksion pistën, për të shkitur se 14 centim dhe nuk e bën të mundur rreshitjen në pistë. Por territori tjetër, në zona tjetër është shkëlqyer. Dhe në gjitha lagjet e qytetit, që fshatrat, i ka pasur rreshtet e shiut para dëborës, shkaktuar grumbullime në rrugët dhe në lagjet në fshatrat e thella, po punohet me makinerit për t'i pastruar ata dhe për t'i kthyer në normalitet gjithë fshatrat për të ardhur afër qytetit, për të komunikuar me qytetin. E kuptoj. Më the tani që temperaturat janë -10.5 gradë Celsius. Çka do të thotë që liçenet e Pukës, të paktën liçenet që janë afër, sidomos tek shëndetëtorja e Pukës, duhet jenë ngrirë, besoj. Është kështu? Si është po thua është i ngrirë liçeni pas meja është i ngrirë, jo shumë për trashësi për të bërë patina, se ne zakonisht liçeni përdoret edhe për patina kur kemi ngrica të mëdha dhe është një bukuri e jashtëzakonshme, por ka bukurinë e saj. Qyteti po thua është i mbushur me turista dhe turistat vazhdojnë të vinë çdo dje, ka pasur pronotime dhe për sot.